Temperaturat e larta të ditëve të fundit nuk përbën rrezik vetëm për njerëzit, por edhe për kafshët shtëpiake. Veterineri Rubin Peranaj thekson se gjatë verës duhet treguar kujdes i veçantë për kushtet ku qëndrojnë kafshët. Sipas tij, kafshët që jetojnë brenda banesës duhet të mbahen në ambiente të freskëta, të ajrosura dhe të kenë gjithmonë ujë të pastër në dispozicion. Në rast se kafshët qend apo macet mahen në kushte shtëpie, duhet mahen në ambiente ku ne qëndrojmë vetë, pra në dhoma të trajtuar me kondicioner. Ndërkohë edhe kafshët që mbahen në obora apo ambiente të hapura kanë nevojë për mbrojtje të veçantë. Për kafshët e oborreve, kryesisht për qenë që rrinë në obor, ambienti ku ata rrinë duhet me kenë i freskët, duhet me kenë afër pemëve, ose në rast se nuk kena një ambient të përshtatshëm me pemë që këta me pas një hije për mëdhajt, është shumë rëndësishme që ambienti i tyre të freskohet me ujë të bollshëm. Një këshill tjetër e veterinerit lidhet me shëtitjet që duhet kryen në orët e para të mëngjesit ose në mbrëmje, kur temperaturat janë më të ulta. Shëtitjet e tyre të mos bëhen në orët e zhegut, po të bëhen në orët e mëngjesit ose në darkë vonë. Putrat e tyre në temperatura shumë të larta munden me u djeg nga temperatura e lartë e asfaltit, edhe me pas probleme me djegjet. Veterineri apelon që gjatë ditëve me temperaturë ekstreme, poseduesit e kafshëve të jenë më të vëmendshëm ndaj çdo shenje lodhje, frymëmarrje të shpejtë apo mungesë energjie te kafshët, pasi ndërhyrja në kohë është thelbësore për të shmangur pasojat që mund të shkaktojë inzeti.